Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Gjin. Ajetet nga 25 deri te ajeti 28. Qul in adri e qaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Thuaj o Muhammed, unë nuk e di, a është afër ajo që ju është premtuar apo Zoti im do ta vonoj atë? Vetëm ai e di të padukshmën dhe nuk ja zbulon atë askujt, përveç të dërguarve që ka zgjedhur, para dhe pas tyre, ai vë mbikëqyrës engjëj. Në mënyrë që ta di nëse I përcjellin mesazhet e Zotit të tyre, ai përfshin me dijen e vet gjithçka që ata kanë dhe çdo gjë e ka llogaritur imtësisht. Komentimi: vetëm Allahu e di të padukshmen. Në ajetet pararendës u diskutua rreth përqeshjes dhe rebelimit të këtij grupi e cila do të vazhdojë derisa ata të shohin atë që u është premtuar, por këtu lind pyetja: kur do të realizohet ky premtim? Komentuesit e Kuranit, kur sqaruan shkakun e zbritjes së ajetit, kanë treguar se disa politeistë, si Nadhr ibn Harith, pas zbritjes së ajeteve të lartë përmendura, parashtruan po të njëjtën pyetje. Kurani I Madhërisëm I është përgjigjur kësaj pyetjeje në këtë mënyrë: thuaj o Muhammed, unë nuk e di a është afër ajo që ju është premtuar apo Zoti im do ta vonoj. Kjo dije I përket vetëm qenies së stërpastër të Allahut, ai ka dashur që e padukshmi I Atij të jetë fshehur për njerëzit me qëllim që ata të sprovohen. Nëse njerëzit do të ishin në dijeni për rrjedhën e fatit të tyre, madje nëse e dinë se është një sprovë e afërt ose e largët, sprovimi do të ishte më pak I efektshëm dhe me ndikim tepër të kufizuar. Fjala emeden është përdorur me kuptimin e kohës, e cila shënon fillimin dhe mbarimin e një ngjarjeje. Fjala emedun nënkupton vetëm mbarimin e një kohe. Gjithashtu është thënë se fjalët emedun dhe bedaun nga ana kuptimore janë afër me njëra tjetrën, por me ndryshimin që fjala beda nënkupton kohën e pacaktuar, kurse fjala emed nënkupton një kohë të caktuar. Këtë kuptim e hasim shpesh në Kuranin famlar, sa herë që profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e pyesnin për kiametin, ai përgjigjej si I pa informuar rreth kësaj çështjeje dhe thoshte: të fshehtën e di vetëm Allahu. Në një hadith rrëfehet se një ditë Xhebraili u shfaq profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në formën e një beduini dhe një prej pyetjeve me të cilat ju drejtua ishte: më trego se kur do të ndodhë kiameti. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj: personin që po pyesni nuk është më informuar se sa pyetësi. Herën tjetër, beduini u drejtua me një ton të ashpër profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij: o Muhammed, kur do të ndodhë kiameti? Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj: mirë për ty, kiameti me patjetër do të ndodhë, por ti më thuaj se çfarë ke përgatitur për atë ditë. Beduini tha: unë nuk kam falur shumë namaz e as kam agjëruar gjatë, por e dua Zotin dhe të dërguarin e tij. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: atëherë ti do të jesh me atë që ke dashur. Enesi, një nga shokët e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thotë: myslimanët nuk ishin gëzuar me asnjë bisedë tjetër më shumë se sa nga kjo fjalë. Në vazhdimsi të këtij diskutimi citon një rregull më të përgjithshëm rreth të padukshmes dhe thotë: vetëm ai e di të padukshmen dhe nuk ja zbulon atë askujt. Më pas, si përjashtim nga ky rregull I përgjithshëm shton, përveç të dërguarve që ka zgjedhur, të dërguarve me anë të shpalljes u zbulon nga e vërteta atë që dëshiron. Më pas, para dhe pas tyre, ai vë mbikëqyrës engjëj. Fjala rasede tregon gatishmërinë për të kujdesur për një gjë ose për disa gjëra, por përdoret edhe për një mbikëqyrës ose për një grup mbikëqyrësish. Në këtë ajet kjo fjalë tregon engjëjt. Ata I urdhëroi Allahu pas zbritjes së këtij ajeti që ta rrethojnë profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nga të gjitha anët dhe ta mbrojnë atë nga çdo e ligë që mund t'i vinte nga xhindët apo njerëzit, nga joshjet apo nga çmimet e tyre, ta mbronin nga çdo gjë që dëmton apo prish autenticitetin e shpalljes, me qëllim që mesazhin hyjnor t'u përcjell pa asnjë tëmet robëve të vet. Në ajetin e fundit që po diskutojmë, që realisht është dhe ajeti I fundit I kësaj sureje, argumentohet ekzistenca e këtyre mbikëqyrësve. Ajeti tregon në mënyrë që ta dinë nëse I përcjellin mesazhet e Zotit të tyre, ai përfshin me dijen e vet gjithçka që ata kanë dhe çdo gjë e ka llogaritur imtësisht. Me fjalën el ilmu, dituri, këtu nën kuptojmë dijen aktuale, thënë ndryshe. Ky ajet tregon se dituria e Allahut
Allahut është e përhershme, e amshueshme dhe e pafundme. Këtë dituri të Allahut, profetët duhet ta komunikojnë si mesazhin e tij në praktikë dhe në këtë mënyrë të plotësojnë argumentin, dëshminë mbi njerëzit. Hulumtim të zgjeruar rreth dijes së fshehtë. Po t'i analizojmë me kujdes ajetet e ndryshme kuranore, do të shohim se ekzistojnë dy grupe ajetesh, të cilat flasin për dijen e fshehtë të Zotit. Grupi i parë i ajeteve e bën të qartë që dija e fshehtë e Zotit i përket vetëm atij dhe mohon të gjithë të tjerët, si për shembull në ajetin 59 të surës El-An'am, çelësat e fshehtësisë janë vetëm tek ai, atë fshehtësinë nuk e di kush përveç tij. Në ajetin 65 të surës En-Naml thuhet: "Thuaj askush veç Allahut, as në qiell as në tokë, nuk e di të fshehtën, as nuk e din se kur do të ringjallen." Në surën El-An'am, në ajetin 50 i thuhet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij: "Thuaj, unë nuk ju them juve se i kam në kompetencë depot e Allahut e t'ju sjell mrekulli, as nuk pretendoj se i di fshehtësitë." Në ajetin 188 të surës El-Araf lexojmë: "Thuaj, unë nuk kam në dorë për veten time as ndonjë dobi, as ndonjë dëm, përveç çka do Allahu. Sikur ta dija të fshehtën, do të shëmoja për vete të dobishmet e nuk do të më prekte ndonjë gjë e keqe." Në përfundim të surës Yunus, në ajetin 20 lexojmë se i kërkohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të thotë: "E fshehta është çështje vetëm e Allahut, prandaj ju prisni se edhe unë së bashku me ju po pres." Kështu thuhet edhe në ajete të tjera të ngjashme me to. Grupi i dytë i ajeteve bën të qartë se të dërguarit e Allahut përgjithsisht ishin në dijeni për dijen e fshehtë të Allahut. Këtë e vërejmë edhe në ajetin 179 të surës Ali Imran. Allahu nuk ju zbulon juve të fshehtat, por Allahu është ai që nga të dërguarit e vet zgjedh atë që do, e i zbulon ndonjë të fshehtë. Kurse në mrekullitë e profetit Isa, paqja qoftë mbi të, lexojmë: "Unë ju tregoj për atë që e hani dhe për atë që keni në shtëpitë tuaja." Ajeti që po diskutojmë gjithashtu e bën të qartë që Allahu i madhëruar një pjesë të dërguarve të zgjedhur nga ana e tij i vën në dijeni për një pjesë të dijes së fshehtë. Nga ana tjetër, nuk është i vogël numri i ajeteve që flasin për dijen e fshehtë të Zotit. Disa prej tyre janë ajetet 2 deri te ajeti 4 të surës Ar-Rum: "Bizantinët, rumët u mundën në tokën më afër tokës së arabëve, por pas disfatës së tyre ata do të ngadhënjejnë brenda pak viteve. Çështja është vendimi i Allahut, fillim e mbarim për disfatë dhe fitore, e atë ditë kur do të fitojnë bizantinët, besimtarët do të gëzohen." Ajeti 85 i surës El-Qasas thotë: "S'ka dyshim se ai që ta bëri obligim Kur'anin, ai do të kthejë ty nga erdhe." Ndërsa në ajetin 27 të surës El-Fath thuhet: "Me vullnetin e Allahut do të hyni në xhaminë e shenjtë, në Qabe të siguruar." Ka edhe shumë ajete të tjera të ngjashme me to. Në thelb shpallja hyjnore që i është zbritur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është një lloj e fshehtë që u vihet në dispozicion atyre. Atëherë si mund të pohojmë që ata nuk janë të informuar rreth fshehtësisë së Allahut, ndërkohë që atyre u është zbritur shpallja? Përveç këtyre ekzistojnë shumë hadithe, të cilat tregojnë se profetët apo imamët në përgjithësi kanë qenë në dijeni dhe të informuar për të fshehtën e Allahut, madje ndonjëherë i vinin edhe të tjerët në dijeni. Kështu ata treguan fitoren e Mekës dhe ngjarjen e Hatib ibn Belta me anë të një letre që i dërgoi një gruaje të quajtur Sara, i informoi politeistët e Mekës për sulmin që do të kryente së shpejti ushtria e Islamit. Gruaja e fshehu letrën në gërshetat e saj dhe u nis në drejtim të Mekës. Më pas profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dha urdhër që disa myslimanë të tjerë së bashku me Imam Aliun, paqja qoftë mbi të, ta ndiqnin atë grua, duke u thënë: "Në vendin e quajtur Hak, do të takoheni me një grua e cila ka me vete një letër që Hatibi u ka dërguar politeistëve të Mekës." Merrjani asaj letrën, ata u nisën dhe u takuan me gruan. Në fillim ajo këmbguli duke thënë se nuk kishte një letër të tillë, por si përfundim pranoi dhe nxori letrën nga gërshetat ku e kishte fshehur dhe u adorzoi atyre. Raste të ngjashme me këtë janë rasti i informimit rreth ngjarjeve të luftës së Mu'tës, rasti i rënies dëshmori Xhaferit dhe i disa komandantëve të tjerë të Islamit, për të cilët profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, informoi muslimanët në Medinë. Shembuj të tillë nuk janë të paktë në jetën e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në Nehjul Balagha hasim në shumë parashikime të ngjarjeve të cilat do të ndodhin në të ardhmen. Ato tregojnë se Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, kishte dijeni për dijen e fshehtë të Allahut. Kjo është thënë edhe në fjalimin 13 ku qortonte
e banorët e Basrës, midis të tjerësh thuhet për Allahun qyteti juaj do të përmbyset në atë mas, sa më duket që e shikoj xhamin tuaj si pjesa e përmeanijes, ngjashëm me gjoksin e shpezës në valët e detit. Edhe në hadithe të tjera të transmetuara në librat e dietarëve shiit dhe sunni, ka parashikime të shumta nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, për ngjarje që do të ndodhin në të ardhmen, siç i ka thënë Hajar ibn Qais, pas meje ty do të detyrojnë që të më mallkosh, ose rasti tjetër që tregon se i kishte thënë Merwanit, pasi të ketë arritur moshën e pleqërisë, ai do ta mbajë mbi supë flamurin e humbjes. Apo rasti kur Kumail ibn Ziyadi është drejtuar Haxhaxhit duke thënë se Emirul Mu'minin Ali ibn Abi Talibi, paqja qoftë mbi të, më ka informuar se ti je vrasësi im. Apo kur i kishte thënë për Hawarixhët e Nehravanit, para se t'i luftonte, nga grupi ynë do të vriten 2 persona, kurse nga grupi i tyre do të shpëtojnë 10 veta. Kështu ndodhi. Apo atë që i kishte thënë Azbag ibn Nebate në lidhje me varrin e Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, kur po kalonte në tokën e Qerbelas, në librin Fadailul Khams janë transmetuar shumë hadithe nga librat sunni në lidhje me dijen e jashtëzakonshme të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, por ne kemi të pamundur përmendjen e të gjithave këtu. Në hadithet e Ehli Bejtit tregohet se në shumë transmetime shohim dijen e fshehtë të imamëve të pastër, për shembull në librin e njohur El Kafi, në vëllimin e parë në shumë kapituj të tij vërehen shumë citime dhe referenca në lidhje me këtë fushë. Po ashtu i ndjeri Muhammed Menxhelisi në librin e njohur të tij Biharul Anwar, në vëllimin 26 ka përmendur më shumë se 22 hadithe për këtë çështje. Mund të themi se janë përmendur një numër i konsiderueshëm hadithesh apo transmetimesh në lidhje me informimin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe të imamëve të pagabueshëm, të cilët kanë informacion për dijen e fshehtë. Problemi qëndron tek mënyra e bashkimit të haditheve në dukje kontradiktore, sepse në disa prej tyre deklarohet që të fshehtën nuk e di askush tjetër përveç Allahut, kurse në disa të tjerë pohohet se të fshehtën përveç Allahut e din dhe njerëz të zgjedhur nga ana e tij. Për këtë janë shprehur mendime të ndryshme. 1. Rruga më e njohur e zgjidhjes së kësaj kontradikte është të themi që me dijen e fshehtë që i përket vetëm Allahut, shënohet dija esenciale dhe e pavarur si rrjedhoi përveç tij, askush nuk ka asnjë lloj njohurie rreth asaj të fshehte. Çdo informacion e kanë nga Allahu, falmëshirës dhe mirësisë së tij. Ky informacion ka karakter të varur. Këtë mendim e dëshmon ajeti në fjalë i cili thotë vetëm ai e di të padukshmen dhe nuk ja zbulon atë askujt përveç të dërguarve që ka zgjedhur, para dhe pas tyre ai vë mbikëqyrës engjëj. Në Nehjul Balagha gjithashtu thuhet kur Imam Aliu paqja qoftë mbi të informonte se në të ardhmen do të ndodhte pushtimi i vendeve islame prej mongolëve, një nga shokët e tij u ngrit dhe tha: "O Ali, vall, atë është dhënë ty njohuria për të fshehtën?" Prijesi besimtarëve Imam Aliu paqja qoftë mbi të duke buzëqeshur, ju përgjigj njeriu që ishte nga fisi Banu Kelb: "Nuk është kjo njohuri nga njohurit mbi të fshehtën, këtë e kam fituar nga ai që e ka pasur këtë njohuri nga profeti." Këtë e kanë pranuar shumë dietarë dhe hulumtues. 2. Fshehtësia dhe e padukshmia janë dy llojesh. Një lloj i tyre i përket vetëm Allahut dhe përveç tij askush tjetër nuk është në dijeni për to, si për shembull ndodhia e Kiametit, pra kur do të ndodh Kiameti dhe çështje të tjera të ngjashme, kurse llojin tjetër të së fshehtës u mëson dhe u zbulon vetëm të dërguarve, ashtu siç është shprehur edhe në Nehjul Balagha në fjalimin e lartë përmendur ku thotë: "Për sa i përket njohurisë mbi të fshehtën, ajo nënkupton njohurinë mbi ditën e gjykimit dhe atë të cilën Allahu famëlart e përfshin në ajetin, vetëm Allahu e di kur do të vi Kiameti." Prandaj Allahu i madhëruar është i vetmi që e di çka në bark, femër ose mashkull, se si do të jetë, i shëmtuar ose i bukur, dorë lirë ose dorë shtrënguar, i pafat ose fatum, si dhe kush do të jetë lënë djegëse për xhehenem, e kush do të jetë në shoqërinë e dërguarve në xhennet. Kjo është njohuri mbi sekretin, të cilin nuk e di askush përveç Allahut. Çdo gjë tjetër është dituri për të cilën Allahu e mësoi profetin e tij, kurse ai e ka kaluar tek unë dhe është lutur që zemra ime ta ruaj atë dhe dijet e mia ta mbajnë. Ka gjasa që një pjesë e njerëzve të kenë dijeni të përgjithshme, për fetusin në barkun e nënës, për zbritjen e shiut apo të ngjashme me to, por dije me detaje dhe me hollësi si dhe njohja me veçoritë e asaj i përket vetëm qenies së stërpastër të Zotit, siç dihet se për Kiametin ne kemi njohuri të përgjithshme, por për karakteristikat e tij nuk kemi dijeni. Nëse në disa ajete është transmetuar se profeti, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ose imamët kanë informuar për disa nga lindjet e bebeve apo për kohën e vdekjes së disa personave, kjo ka të bëjë me dijen e përgjithshme. 3.
Mënyra tjetër për bashkimin midis këtyre dy grupeve të ajeteve dhe haditheve lidhet me sekretin e të fshehtës, i cili është i regjistruar në dy vende, në Lauhi Mahfudh, tabela e ruajtur. Unë nuk kam në kompetencë depot e Allahut, askush nuk mund të bëj asnjë lloj ndryshimi në të dhe askush nuk është në dijeni rreth saj. Vendi i dytë i ruajtjes është Lauhil Mahwi wa Ithbat, tabela e fshirjes dhe aprovimit, ku njohja është për kërkesat bazë dhe jo për shkakun e plot. Për këtë arsye këto informacione posojnë ndryshime, ajo që nuk e din të tjerët ka të bëjë me pjesën që ndryshon. Kështu në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku paqja qoftë mbi të lexojmë, Allahu ka dituri që nuk e di askush tjetër përveç tij, ai ka dituri për cilën i ka informuar engjëjt dhe të dërguarit, ne jemi në dijeni për atë që ua ka mësuar engjëjve dhe dërguarve. Nga Imam Hyseini paqja qoftë mbi të është transmetuar, nëse në Kur'an nuk do të ekzistonte një ajet, unë do t'ju informoja për atë që ka ndodhur në të kaluarën dhe për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Një nga të pranishmit e pyeti cili ajet, Imam Hyseini paqja qoftë mbi të u përgjigj duke i treguar se Allahu i madhëruar thot, Allahu fshin nga ajo evidencë çka të doj e edhe forcon çka të doj. Vetë tek ai është baza e librit Lauhi Mahfudh. Klasifikimi i njohurive sipas këtij bashkimi bazohet në të qenit apo të mosqenit i sigurt, kurse bashkimi i kaluar bazohej te një pjesë e njohurive. 4. Mënyra tjetër e bashkimit mbështetet në dijenin e Allahut të Madhërisëm për të gjitha të fshehtat e të padukshmes, por ka mundësi që të dërguarit të mos jenë në dijeni për shumë prej sekreteve të së padukshmes, por nëse Allahu i Madhëruar dëshiron, ua mëson atë atyre. Kështu që bashkimi midis ajeteve dhe haditheve që pohojnë ata nuk e din, mund të jetë tregues për mos dijen aktuale, kurse kur thot ata e din, mund të jetë tregues për mundësinë e asaj dije. Kjo është njësoj me dikë që i është dhënë një letër për t'ia dërguar dikujt tjetër. Në këtë rast mund të themi se personi në fjalë nuk ka dijeni siç thuhet në atë letër, por ai mund ta hap letrën dhe të informohet rreth saj. Në këtë rast ne themi se ai është i informuar për përmbajtjen e letrës. Si dëshmi të këtij bashkimi ekzistojnë hadithe që janë cituar në librin El Kahfi në kapitullin Imamët, sa herë që dëshirojnë të mësojnë diçka, ato ua mësojnë atyre. Në hadithin e transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të lexojmë, kur imami dëshiron të informohet ndaj ndonjë gjëje, Allahu ja mëson atë atij. Kjo mënyrë e zgjidhjes së dilemës në fjalë sqaron shumë probleme lidhur me dijen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe të imamëve, për shembull si e konsumonin ata ujin apo ushqimin e helmuar, ndërkohë që kjo nuk është e lejuar sepse rrezikon jetën. Duhet të pohojmë se në raste të tilla profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ose imamët nuk kishin të lejuar që sekretet e fshehtësisë të zbuloheshin atyre. Ndonjëherë është me interes që profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, apo imamët të mos vihen në dijeni ndaj ndonjë çështjeje ose të vihen në sprov. Kjo sprov do të shërbejë si shkak për arritjen e përsosmërisë. Në tregimin Lejletul Mebiti thuhet Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ushtri në krevatin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka transmetuar se kur politeistët Quraysh u vërsulën drejt krevatit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk e dinte në do të ngelte gjallë apo do të binte dëshmor. Kjo ngjarje tregon se në këtë rast ishte më e dobishme dhe më e drejtë që Imam Aliu, paqja qoftë mbi të kishte dijeni për kryerjen e kësaj vepre në mënyrë që të realizohej sprova e Allahut. Nëse Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, do të kishte dijeni se do të flinte në krevatin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe në mëngjes pasi të sulmohej do të ngrihej shëndoshë mirë, nuk do të kishte arsye që të krenohej me këtë veprim. Ajo që është transmetuar në ajete apo hadithe në lidhje me rëndësinë e kësaj sakrifice nuk do të justifikohej. Çështja e dijes së vullnetshme është një përgjigje për të gjitha problemet e këtij lloji. 5. Ekziston dhe një rrugë tjetër për bashkimin e haditheve të shumta për njohjen e të padukshmes, ndonse kjo mënyrë është vetëm për një pjesë të këtyre haditheve. Dërguesit e këtyre transmetimeve ishin njerëz të ndryshëm. Një pjesë prej tyre kishin kapacitetin e duhur dhe ishin të gatshëm ta pranonin çështjen e fshehtësisë së Allahut në lidhje me imamët dhe të flisnin me ta pa dorashka, kurse me kundërshtarët dhe personat e dobët ose pa kapacitet të diskutonin deri në ato nivele që ata ishin në gjendje të kuptonin. Për shembull, në një hadith lexojmë Ebu Basiri dhe disa shokë të tjerë të Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, ishin mbledhur në një tubim. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, hyri shumë i nxehur në tubim, pasi u drejtua nga të pranishmit. Sa çudi, disa pretendojnë se e din të fshehtën, ndërkohë që përveç Allahut askush nuk e di atë. Unë tani doja të edukoja shërbyesen time, por më iku nga dora dhe nuk isha në dijeni se në cilën dhomë të shtëpisë ndodhet.
Transmetuesi i hadithit pohon kur Imam Sadiku paqja qoftë mbi të u largua nga tubimi, unë së bashku me disa shok të tjerë të imamit, hym brenda në shtëpinë e tij dhe e pyetëm: "Tu bëfshim kurban, ju në lidhje me shërbëtoren tuaj u shprehet në këtë mënyrë ndërkohë që ne e dimë se ju zotëroni shumë dije. Keni shumë njohuri. Ne nuk përmendim ndonjë emër nga dija e fshehtë." Më pas Imam Sadiku paqja qoftë mbi të dha një shpjegim rreth kësaj çështjeje. Ai tha se kishte pasur synim informimin e sekretit të fshehtësisë. Është e qartë se në atë tubim kishte persona që nuk ishin të gatshëm dhe të përgatitur, si dhe nuk kishin kapacitetin e nevojshëm për konceptimin e këtij kuptimi dhe njohjen e pozitës së imamit. Duhet të kemi parasysh se këto 5 mënyra apo 5 rrugë të ndryshme për cilat diskutuam nuk përjashtojnë njëra tjetrën, të gjitha ato mund të jenë të sakta. Rrugë apo mënyra të tjera për të vërtetuar dijen e fshehtë të imamëve. Ekzistojnë edhe 2 rrugë të tjera që vërtetojnë se profeti Muhammed paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe imamët në përgjithësi ishin të informuar për dijen e fshehtë të Allahut. Së pari, misioni i tyre nuk i përkiste një kohë apo një vendi të caktuar, por misioni dhe udhëheqja e imamëve është universale dhe e përhershme. Si është e mundur që dikush të ketë një mision të tillë të gjerë dhe gjithëpërfshirës dhe të mos të ketë asnjë lloj informimi apo njohurie, përveç njohurive të kufizuara të një kohe dhe ambientit të kufizuar. Vallë, a mundet një njeri të cilin e bëjnë përgjegjës apo guvernator të një pjesë të madhe të shtetit të mos ketë dijeni për atë zonë të cilën e drejton dhe menaxhon më së miri? Së ndryshe, profeti Muhammed paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe imamët, gjatë jetës së tyre duhet t'ua shpjegonin gjërat njerëzve në mënyrë që të jenë në gjendje të përballojnë nevojat e tyre në çdo kohë dhe në çdo vend, por kjo nuk është e mundur pa pasur njohuri nga dija e fshehtë. Së dyti, në Kur'an ekzistojnë 3 ajete që nëse i bashkojmë me njëri tjetrin e bëjnë të qartë çështjen e dijes së fshehtë të profetit Muhammed paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe të imamëve. Ajeti thotë: ai që kishte dituri nga libri tha: "Unë ta sjell atë ty sa qel e mbyll syt." E kur e pa atë të vendosur pranë tij, Sulejmani tha: "Kjo është nga dhuntia e Zotit tim." Në një ajet tjetër thuhet: "Ata që mohuan thonë: Ti nuk je i dërguar, thuaj mjafton që Allahu është dëshmitar midis meje dhe midis jush dhe atij që ka njohuri të librit të shpalljeve." Përveç kësaj, në shumë hadithe të transmetuara në librat Shia dhe Sunni, lexojmë Ebu Said el-Khudri ka thënë kur e pyeta profetin Muhammed paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij për kuptimin e ajetit: "Ai që ka njohuri të librit të shpalljeve", ai u përgjigj: "Ai është mëkëmbës i vllait tim Sulejman ibn Daud." Ebu Said el-Khudri tha: "Unë e pyeta, kush është midis meje dhe midis jush dhe ai që ka njohuri të librit të shpalljeve?" Profeti u përgjigj: "Ai është vllai im dhe zëvendësi im, Ali ibn Abi Talib." Ajo që vihet re është se dituria që ka të bëjë me Asif është një dituri pjesore, kurse dituria rreth librit në lidhje me Imam Aliun paqja qoftë mbi të është dituri e përgjithshme. Kjo tregon nivelin, gjerësinë dhe thellësinë e diturive të Asif dhe të Imam Aliut paqja qoftë mbi të. Së treti, në ajetin 89 të surës An-Nahl lexojmë: "Ne ty të shpallëm librin, sqarim për çdo send." Është e qartë se njeriu që ka njohuri rreth fshehtësisë së një libri të tillë duhet të ketë edhe njohuri rreth fshehtësive. Ky argument mundëson që njerëz prej të dashurve të Allahut me urdhrin e tij të njihen me fshehtësitë e botës. Rreth dijes së gajbit kemi folur në komentimin e ajetit 50 dhe 59 të surës El-An'am dhe në komentimin e ajetit 188 të surës El-Araf në këtë komentim. Hulumtim rreth krijimit të xhindit. Xhindi është një krijesë e padukshme, rreth karakteristikave të tij është folur shumë në Kur'an, këtu po sjellim disa prej tyre. 1. Është një krijesë e krijuar nga flaka e zjarrit, ndryshe nga njeriu, i cili është krijuar nga balta. Në Kur'an thuhet: "Ai krijoi xhindët nga flaka e zjarrit." 2. Xhindi është një krijesë që percepton, ka njohuri dhe është në gjendje të dallojë të vërtetën nga e pavërteta. Ai ka edhe fuqinë e logjikës dhe të argumentimit. Këto sqarohen në ajete të ndryshme të surës El-Jinn. 3. Xhindi është një krijesë që merr përsipër përgjegjësi. Kjo tregohet në ajete të ndryshme të surës El-Jinn dhe në surën Ar-Rahman. 4. Një grup xhindësh janë besimtar të drejtë, një grup tjetër janë jo besimtar. Në Kur'an thuhet: "E midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë, jemi ndarë në grupime të ndryshme." 5. Në mesin e tyre ka të drejtë dhe të padrejtë. Ata që lëshuan në rrugën, ata u bën lëndë e xhehenemit. 6. Xhindi ka ndikim në qije, ka ndikim në marrjen e lajmeve dhe në përgjim.
dhe uleshim rreth tij në vende të përshtatshme për të dëgjuar diçka, por ai që përgjon tani do të has në shigjeta të zjarta meteor në prit. 7. Gjindet kanë lidhje me disa njerëz dhe nëpërmjet disa njohurive të kufizuara rreth sekreteve të tyre i joshnin njerëzit. Në të vërtetë ka pasur njerëz që kërkonin mbrojtje nga gjindet, por kjo vetëm sa i çoi mëtej në gabime. 8. Në mesin e gjindëve kishte të atill që kishin fuqi të madhe, siç ndodh edhe me njerëzit, në mesin e të cilëve ka të atill që janë më të fuqishëm dhe kanë më shumë dhunti. Njëri prej gjindëve të vrazhd i friti tha: "Unë do të ta sjell atë ty, para se të ngrihesh nga vendi yt. Unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt." 9. Gjindët kanë fuqi të kryejnë disa prej punëve të nevojshme të njerëzve. Ne i dham atij një burim të rrjedhshëm bakri të shkrir dhe gjind që i bëm të punonin para syve të tij, me urdhrin e Zotit të tij. Çdo prej tyre që largohet nga urdhri ynë do ta bëjmë që të shijojë dënimin e zjarit. Ata punonin për atë çfarë të dëshironte, paltore dhe statuja, enë të gjëra si puse dhe kazan të mëdhenj të palëvizshëm. 10. Ata janë krijuar para se të krijohet njeriu. Gjindët i krijuar më parë nga zjarri, nga flaka e fortë. Gjindët kanë edhe karakteristika të tjera. Megjithse te njerëzit qarkullon si ide se gjindët janë qenie më të larta si njeriu, nga ajetet kuranore mësojmë se njeriu është më superior se ata, sepse të gjithë profetët e Islamit ishin nga lloji i njeriut dhe e pasuan atë që në Zanafil. Megjithatë ne e dimë se njerëzit e rëndomtë dhe të painformuar kanë sajuar bestytni të ndryshme, prandaj është të krijuar një përshtypje shumë e gabuar, alogjike dhe folklorike për këtë krijesë, aq sa me dëgjimin e fjalës gjind shoqërohen një sër përfytyrimesh të pabaza, si për shembull i përshkruajnë me forma të çuditshme dhe të trishtueshme, si krijesa që kanë bisht, sqep, si krijesa që ngacmojnë dhe shkaktojnë dëme, që mbajnë mëri dhe hakmeren. Këto bestytni kanë krijuar ide që po të derdhësh një enë me ujë të ngrohtë në një pikë të zbrazët, gjindët të djegin shtëpinë dhe plot fantazira të tjera të ngjashme me këtë. Ndërkohë që nuk kemi asnjë argument për këto, shkencëtarët dhe dietarët e shkencave natyrore deklarojnë se krijesat që njeriu mund t'i vërejë me anë të shqisave të tij janë shumë të pakta në krahasim me krijesat që nuk shihen me anë të shqisave, deri vonë kur krijesat e gjalla mikroskopike nuk ishin zbuluar, asnjë nuk besonte që në një pikë uji apo në një pikë gjaku të ekzistojnë me mira dhe mira krijesa të gjalla të cilat njeriu nuk kishte aftësinë për t'i parë. Po ashtu shkencëtarët pohojnë se syri ynë shikon një gamë të kufizuar ngjyrash, veshi ynë percepton valë të kufizuara zërash, ngjyrat dhe zërat që nuk kapen me anë të syrit dhe të veshit ton janë shumë më shumë se ata që vërehen dhe perceptohen, meqense bota është kaq e larmishme, nuk ka vend për të çuditur se në këtë botë ekzistojnë lloj-lloj krijesash të gjalla që ne nuk mund t'i perceptojmë me shqisa, por kur një lajmëtar i sinqert si profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij na informon për ta, nuk ka pse të mos i pranojmë. Sidoqoftë nga një ran Kurani i fjalë drejtë dhe i sinqert ka lajmëruar për ekzistencën e gjindit me karakteristikat e përmendura më lart dhe nga ana tjetër nuk ekziston asnjë argument logjik për mohimin e tij, duhet pranuar ekzistenca e tyre duke qenë të vëmendshëm për interpretimet e gabuara dhe duke hequr dorë nga bestitmyt folklorike në lidhje me këtë çështje. Duhet bërë kujdes se fjala gjind ka përdorim shumë më të gjerë kuptimor, në këtë kuptim të gjerë përfshihen edhe lloje të ndryshme të krijesave të padukshme, qofshin nga ato që kanë ndërgjegje dhe intelekt, qofshin nga ato që nuk kanë ndërgjegje. Madje me këtë kuptim të gjerë përfshihen edhe disa kafsh që vërehen me sy dhe fshihen në përfole. Për këtë dëshmon një hadith i transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Allahu ka krijuar gjindët në 5 lloje. Një lloj si era në ajër, janë të padukshme. Një lloj si gjarpërind, lloji i tretë si akrepat, po ashtu një lloj janë si insektet në tokë, kurse lloji i pestë janë njerëzit që do t'japin llogari dhe do të ndëshkohen. Në bazë të këtij transmetimi dhe të kuptimit të gjerë të tij, shumë prej anomalive që janë thënë në lidhje me gjindët, në transmetime të ndryshme do të gjejnë zgjidhje. Për shembull, në shumë transmetime prej Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, lexojmë: mos pini ujë nga ena e thyer e as nga ana e vegës së enës, sepse djalli ulet mbi pjesën e thyer dhe vegën e enës. Duke e pasur parasysh që shejtani djalli është një prej gjindëve, si dhe duke qenë në dijeni që pjesa e thyer e enës dhe vega e saj janë vendi ku mblidhen mikrobe të ndryshme, mund të pranohet që fjalët gjind dhe shejtani në një kuptim të gjerë të përdoren për të përfshirë dhe krijesa të tilla, megjithse për ato ka një kuptim të posaçëm. Ky pohim tregon se ato krijesa kanë mendje dhe ndërgjegje, angazhim dhe përgjegjësi. Transmetime në lidhje me këtë janë të shumta. O Zot,
Në atë ditë ku gjindët dhe njerëzit do të paraqiten në gjyqin e drejtësisë tënde dhe keqbërësit do të jenë nga ajo anë ku i çojnë veprat që kanë bërë, të lutem, na merr në mbrojtjen e mirësisë tënde. O Zot, areali i pushtetit tënd është i gjerë dhe gjithëpërfshirës, kurse dija dhe njohja jon është e kufizuar. Na ruaj nga gabimet, shtrembërimet dhe gjykimi pa drejtë. O Zot, pozita e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është aq e qartë sa që thirrjes së tij përveç njerëzve ju përgjigjen edhe gjindët. Të lutem, na bëj neve që të jemi në mesin e besimtarëve të thirrjes së tij. Amin.